është fotoja e fundit që kemi qenë bashkë. Babin e kom pas kratë djathtë për gjithë shka. Edhe në moshë shumë të re, 58 vjeç, pas një operimin të pas suksesshëm, këtu në spitalet tona, ndroj jetë dhe nuk di qa me thonë, Resol, kur e kini mbështetje shumë të fortë në çdo aspekt, do me thonë jo veç profesional, në formimin e një vajze, me dasht familjen, me punu për familjen, e kom pas një mentor shumë të mirë. Edhe mas kësaj periude, e kom pas shumë vështirë me zavendësu me dikon tjetër, pavarësisht që i kam vllezrit, e kam burin, bashkëshortin, e kam pas nanën, e kam pas edhe vjerën, mirë po me babin, nuk ma zavendëson askush. Kështu që këtë foto e kom përzgjedhë sepse ka qenë e fundit, kur kemi dalë për kafe dhe të nisrit kanë ndru jetë. Ta kujtosh gjithmonë, qoftë Angel edhe ky në Parajs. Faleminderit. Dy zonja tjera? Me flokët e kuqe dhe me syza ka qenë vjera ime e ndjerë, që prej ditës parë, dhe me thonë që kam shku nusën atë shtëpi, asnjëherë nuk jam ndi si person i huje. Aden se ka shumë mi marë mentaliteti, nderit jam merë procedura qysh. Ditën e parë, dhe me thonë, më ka pranu ashtu si jam. Ma ka pranu punën time, sepse t'jesh muziciente është kogja problem me qenë edhe nuse dhe në shtëpi edhe në punë edhe pavarësisht punës tem që e kam pas shumë të vështirë. Ka pas raste kur e ka gatu drekën për 7 ditë dhe ka lënë të gatshme sepse e ka ditë që nuk ka mundësi t'jem shumë e përkushtuar. Dhe në momentin që më ka lind djali me gjithë nanën time, do me thonë, këto fjali fola për vjerën sepse shumë... Tash, cila është vjera këtu që ta dim? Me syza dhe me flokë të kuqe. Nana është kjo tjetra që ta dëmojmë. Nana, po. Nana është normal, nuk kam asni e lasht fundit me folë, sepse nana është personi që më ka jep shtytje prej ditës parë kur kam hinë shkollë. Jo vetëm në muzikë, po edhe prej shkollës. Nana me profesion ka qenë motër kryesore në kirurgjinë e Mitrovicës për 25 vite dhe ka qenë shumë e përkushtuar në punën e vetë, mirë po, ja ka dalë shumë mirë më na eduku, më na dhonë një edukat që pavarësisht kush je, në shtëpi je një femën që të presin punë të shtëpis, ushqimin me mësu, me gatu, sepse ti je hasret në shpinë time, po nesër kur shkon nuse dikun atje nuk je një, po je njeri normal si kur gjithë tjertë. Jo mirë njohse gjatë gjithë jetës, sepse në periudat më të vështira të jetës e kam pas si model një gruaje të fortë, që gjithëherë më ka drejtu në drejtimin e duhun, mos me gabu diçka si në familje, si në shoqni, si në punë.